Vazhdojmë me sqarimet. Zoti im nuk ka lindur dhe Zoti im nuk vdes. Kjo është maksima, kjo është sqarimi më i thokt, më i thjesht i besimit në Allahun fuqiplot. Dhe këtë ne ka shëruar neve Allahu dhulja me një sure shumë të shkurtër të Kur'anit që ka emërtuar sureja e sinqeritetit, domthonë e besimit të sinqert në Allahun dhuljalal. Thuaj kul huwa Allahu ahad. Thuaj Allahu është një. Lem yelid wa lam yulad. Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Thuaj Allahu është një dhe për Allahun kanë nevojë të gjitha krijesat. Ai nuk është i lindur, e as që ka lindur dikënd. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dhe ati nuk i përngjan asgjë. Shumë thjesht, për dallim për të tjerëve që festojnë ditëlindjen e Zotit të tyre. Ata njeriun e llogarisin bir të Zotit dhe pastaj festojnë ditën e lindjes së tij, që fatkeqësisht edhe shumë musliman të ndikuar nga kulturat e huaja e festojnë ditën e lindjes së Zotit të feve tjera. Dhe padyshim kjo është dallim shumë i madh mes asaj që kemi ne si besim, se Zoti jon nuk ka lindur, e as nuk vdes, është i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim. Dhe me këtë ne kemi një besim të qartë, një besim të lehtë, një besim i cili është shumë normal për të kuptuar nga shumica e dërmuese njerëzve, dhe kjo është shkaku që një pjesë e madhe jo muslimanëve bëhen musliman. Pse? Thojnë ata se mënyra se si është sqaruar besimi në Allahun fuqiplot është shumë e lehtë, edhe shumë e qartë, edhe e kaplon ose e percepton se cili njeri nuk ka nevojë të jetë shumë intelektual i madh. Dhe ne si besimtar duhet jemi adhurues të Allahut fuqiplot vazhdimisht, pasi që është i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim, dhe ai shef çdo gjë që bëjmë na dhe dëgjon çdo gjë që flasim na. Atëherë ne duhet jemi adhurues të vërtetë të Allahut fuqiplot dhe kur mos ndahemi nga kjo rrugë. Se dikush në Ramazan bëhet besimtar i mirë. Kalon Ramazani i kthehet avazit vjetër. Dikush xhumon bëhet besimtar i mirë. Pas xhumoje i kthehet avazit të vjetër. Dikush në sezonat caktuar bëhet besimtar i mirë. Jo, kështu nuk e ka feja islame. Ne duhet jemi musliman, besimtar të vërtetë, të denjë vazhdimisht. Se Allahu dhul është i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim, ai ekziston vazhdimisht dhe ne kemi nevojë të nënshtrojmë atij vazhdimisht. Dhe për këtë shkak kur vdiq Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe u ngritën disa zëra të mohojnë vdekjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sikurse do thotë prania e tij është e domosdoshme për vazhdimin e fesë islame. Allahu dhul me këtë gjë ka dashur të jep shumë porosi e para, se ai është njeri sikurse njerëzit e tjerë, dhe se ai nuk është ngrit pozicionin e unitetit sikurse kanë tentuar të tjerë ta ngrisin pejgamberin e tyre ta bëjnë bir të Zotit apo Zot zbashku me Zotin e Madh fuqiplot. Por është njeri që vdes, ka fund. E Allahu është pa fund. E dyta, tregon se feja nuk është e lidhur me njerëz, por është e lidhur me Allahun dhul xhelal. Edhe ne duhet të jemi muslimanë të nënshuar Allahut, pa marrë parasysh a kemi dikën me vete as kemi, a e kemi hoxhën afër as e kemi, a e kemi xhamin afër as e kemi, sepse na kemi muslimanë shqiptarë edhe në gurbet në diasporë. Në qytete që s'ka xhami, ata duhet ta lënë fen atje. Jo, ata duhet të jenë lidhur me Allahun dhe fen islame, me rregullat e fesë kudo që ata. Andaj u ngrit Ebu Bekri në këtë rast dhe tha, kush ka adhuruar Muhamedit, Muhamedi ka vdek. Dhe kush adhuron Allahun, Allahu është i gjallë që kur nuk vdes. Allahu është i gjallë që kur nuk vdes. Dhe për këtë shkak ne muslimanët 1400 vite mbrapa vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vazhdojmë të jemi muslimanë dhe do të vazhdojmë deri në gjykimit. Dhe nuk ka pas asnjë rast që dikush e ka braktisur fen islame që nuk është i gjallë pejgamberi Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Por kundërzi, ata kanë kuptuar shumë mirë natyrën e kësaj fe, janë munduar të jenë besimtar të sinqert, besimtar të vërtet, pa marrë parasysh a janë vendlindë apo janë gurbet, a janë në xhami apo janë në çarshi, a janë mes popullit të vet apo janë mes një populli që nuk i njeh ata. Mundohen të jenë besimtar të vërtet, të sinqert, që mundohen ta kënaqin Allahun dhul xhelal dhe të fitojnë mëshirën e tij dhe bereqetin e tij dhe përkrahjen e tij dhe lumturinë nga ai në dynjë dhe normalisht fitojnë pastaj shpëtimin në ahiret. Andaj të ndalemi dhe të mendojmë për këtë. Allahu as ka lindur, as nuk vdes. Është i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim. Kjo neve na bën krenar
na bën musliman të vërtetë dhe sinqert dhe musliman që mund të kontribuojnë edhe të tjerëve, t'u japin rregulla bindse dhe të logjikshme për të qenë ai në harmoni me veten e tij dunjë para se me shku te Allahu dhul xhelal. Elusim Allahun që na bën besimtar të vërtetë dhe sinqert me besim të plot në Allahun fuqiplot. Zoti ju shpëlbojë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.